Kiara Tito është moderatorja më e komentuar e momentit në rrjet. Nelin, ajo merr vëmendje me pothuajse secilën paraqitje ku shfaqet, duke bërë që publiku të jetë gjithmonë në pritje të asaj që do të sjellë në skenë. Kiara ka një stil të veçantë, i cili kombinon elegancën me guximin, dhe kjo është një nga arsyet pse ajo është kaq e njohur. Nelin, së fundmi, ajo ka bërë përshtypje me një fustan të zi tejet elegant, që nxirrte në pa linjat e saj atraktive. Ky model veshjeje, i cili theksonte bukurinë e saj, ka tërhequr mira sy dhe komente pozitive nga ndjekësit e saj në rrjetin social. Postimi i saj nga ky moment ka marrë një reagim të jashtëzakonshëm, duke krijuar një fluks të madh përqimesh dhe shpërndarjesh, duke e bërë atë një nga momentet më të diskutuar të javës. Nelin, publiku gjithmonë ndiqet nga kurioziteti për stilin dhe personalitetin e saj, gjë që përbën një burim të vazhdueshëm frymëzimi për adhuruesit e saj. Nelin, por më shumë se kaq, Kiara është një figurë e rëndësishme për shumë shikues. Ajo ka ndihmuar në promovimin e vetvlerësimit dhe forcës së femrave në media. Me çdo paraqitje, ajo tregon se si gratë mund të jenë të forta dhe elegante në të njëjtën kohë. Nelin, përveç paraqitjeve të saj, Kiara gjithashtu angazhohet në aktivitete të ndryshme humanitare dhe sociale, ku i jep një rëndësi të veçantë mbështetjes ndaj projekteve që ndihmojnë gratë dhe fëmijët. Nelin, me një karrierë në rritje dhe një ndikim të shëndosh në shoqëri, ajo vazhdon të jetë një simbol për shumë të rinj, të cilët e shohin si një shembull për tu ndjekur. Kiara shpesh si personifikim i fuqisë dhe talentit femëror. Nelin, me përkushtimin e saj dhe stilin e saj të veçantë, ajo ka arritur që të jetë në krye të kulturës pop në rajon. Shikuesit dhe ndjekësit e saj janë të emocionuar për të parë se çfarë do sjellë ajo në të ardhmen. Nelin, kështu, Kiara Tito vazhdon të mbetet një emër i njohur në botën e mediave, duke rritur ndikimin e saj dhe duke përfshirë gjithnjë e më shumë njerëz në aventurat e saj në televizion dhe media.